Gjithë rëndësia e menaxhimit të ndjenjave është në mënyrën se si ti do reagosh ndaj krizave. Pra, nëse nuk ke fuqinë, ti rregullosh ndjenjat e tua në një situatë të caktuar, atëherë ajo ngjarje do të ketë fuqi mbi ty. Ka ca njerëz që mendojnë që nuk janë zgjuar mjaftueshëm, ose unë jam shumë i ri për këto gjëra, ose unë jam shumë i vjetër për këto gjëra. Unë nuk jam i mjaftueshëm, ose unë s'kam aq shumë shëndet. Cilat janë besimet që po të mbajnë ty? Cili është ajo gjë që po të mban brapa, edhe nuk po jeton jetën që do? Dhe ky besim, nëse ti e gjen, edhe ke mundësi ta kontrollosh, ta heqësh, do të çliroj ty 10 vite jetë ke për t'i marrë brenda një dite dhe ke për të fillu edhe do nisesh drejt suksesit. Është e pabesueshme ajo që ti mund të çlirosh nëpërmjet mendimeve, nëpërmjet trurit të. E vetmja gjë që duhet është që të lidhësh çdo gjë që mëson me eksperiencën tënde edhe bësh ndryshimin.